kursi pasor. Ibrahim Rugova s'ka qenë pasor asnjëherë. Dhe kursi ti politik për Kosovën, shtet sovran dhe të pavor, vizion që e ka ndërtuaj, nuk ka qenë as pak pasor. Thumë cilat janë argumentet ty sen që po thu këtë fjalë. Kush u caktua, kush e bëri marrëveshjen me presidentin e Shqipërisë për stërvitje djemve në Shqipëri? A bëri Ibrahim Rugova? Po. A caktoi Saliçekun koordinator? A është pasor Rugova ashtu? Po, është pasor me luft, me stërvit luftar me luftua? Po s'ka marrë pjesë, a ka marrë, shife, Platoni edhe Zoti i ka dhënë njerëzit. Po, çe unë ta kallzoj ka vesh. Në ata që punojnë, në ata që japin mjetet e punës, në ata që drejtojnë. Mos ma përzi konceptin. Po prandaj. Mos ma përzi konceptin, unë kam çfarë pa nevojë mas figuar. Jo, po, kemi nevojë. Mas kësaj, në 92-ën u bën zgjedhje boni Ministritë Mbrojtjes. 2220 e diçka oficer me akademi, me shkollat mesme, me rezervë, me fakultetet mbrojtjes, jemi kon pjesë e asaj ministrie. A ishte pasion këtë potezë Rugova? Pastaj mos flasim për tema të tjera matutje. A di çfarë ka qenë pasore ti? A di çfarë ka qenë pasore Rugova? Zoti Berisha, vetë mbyllim, vetë edhe një fjalë. Nuk i përgjigja. Edhe mos anoj përgjigje, kur ta kryejmë. Mos më dëre. A di çka ka qenë pasore te Ibrahim Rugova? Kur ka shku te presidenti amerikan, nuk ka më rëndësi i cili. Nuk i ka thonë si Zelenski,